mbështetje, ne kemi nevojë për fjalë të mira, ne kemi nevojë për këtë lloj qasje, sepse bujësia, besoj miq të mi, e dini shumë mirë që boll është e persekutuar nga jo imazhi, por nga hezitimi të rive, sepse askush nuk pranon të studioj për agronom, zooteknik, veteriner, inxhinier, pyesh. Ka shumë arsye, por qasjen e që ne po bëjmë për të ofruar diploma duale në Universitetin e Bokus në Vjenë, për të bërë një reformë të kërkimit shkencor sipas modelit të Bokus në Vjenë, për të bërë një reformë të digitalizimit, për të bërë një reformë të transferimit të teknologjive, pra që Universiteti Bujësor të shndërrohet në një qendër rajonale, deri dje mund të dukeshin ëndra, por sot janë realitet sepse kemi fillu punë. Ne kemi përdit ekipin, kemi fillu punë, dhe në mars, në fund, me 19 mars, ne kemi misionin e radhës të ekipit, ku konkludojmë. Kështu që në këtë aspekt, unë do doja shumë që debati të koncentrohesh në këtë aspekt. Debati i çdo personi, dhe i ftoj me dorë në zemër në kuptimin që të fokusohemi këtu. Se Universiteti Bujësor nuk është të imi, nuk është i kësaj mazhorance, por është i gjithë Shqipërisë. Sepse Shqipëria për këtu dhe i 100 vitet e ardhshme, unë e kam thonë 50, po them për 100 vitet e ardhshme, do jetë mbështetur në bujësi dhe në turizëm. Dhe Shqipëria nuk do shkojë ndonjëherë në industri të rëndë, pavarësisht dëshirave. Që do të thotë, ne kemi nevojë për këtë universitet, ato njerëz kanë nevojë për mbështetje, ato njerëz kanë nevojë për përkrahje. Patjetër, për ta përmbyllur që nuk dua t'ju, ne kemi qenë shumë të hapur, shumë bashkëpunues. Aty është hapur një proces, për hir të vërtetës, unë nuk di asnjë lloj informacioni se çfarë është trajtuar. Fatmirësisht, ligji i arsimit të lartë e ndan sharp, pra në mënyrë, dhe ju e dini shumë mirë, ministra është këtu, ndan shumë mirë anën administrative me anën akademike, që do thotë rektori me gjithë stafin akademik e mbaron punën e vet deri në dërgimin e buxhetit në Senat. Është njësoj si këtu që parlamenti miraton buxhetin e gjithë gjë është në Senat. Dhe pastaj fillon implementimi i projekteve të tjera më radhë, pra pasi shkon dhe në bord. Sigurisht, rektori ka një vizion, rektorati ka një vizion dhe një mision për të arritur, dhe tashmë ne kemi një strategji, e cila nënkupton që në vitin 2030, ky universitet të jetë i ngjashëm me Universitetin Bokus së Vjenës. Dhe në funksion të gjithë kjo strategjie, hartohen të gjitha mekanizmat. Ne kemi ka filluar një proces në universitet që para 2 vitesh, për hir të vërtetës. Unë kam qenë dhe subjekt i marrjes së telefonit, kam treguar totalisht i gatshëm, e kam dhënë, s'kam asgjë për të fshehur. Kemi qenë shumë bashkëpunues, do jemi bashkëpunues, absolutisht, kemi dhënë të gjitha dokumentacionet e kërkuara, por vetëm kaq. Kështu që unë, për ta mbyllur dhe pas u marr më shumë kohë, dua edhe një herë të siguroj, sepse kjo është qëllimi kryesor. Ju garantoj që unë nuk jam këtu për politikë. Me kryeministrin e vendit kemi folur disa herë, kam njoftuar, patjetër, edhe para 2 vitesh kemi folur, edhe para 3 vitesh kemi folur. Kemi shkëmbyer goxha, jo debate, por koncepte, kemi ndarë koncepte. Dhe kemi ardhur këtu. Asnjëri nuk e besonte dot që do vi një ditë edhe më optimisti që Universiteti Bujësor do ulet në tavolinë me Universitetin e Bokus Vjenës, një universitet që është i 160 vjeçar e tjera me radhë. Të dyja ministrat kanë qenë. Kështu që në këtë aspekt, patjetër, ne kemi filluar këtë lloj bashkëpunimi. Ne jemi të gatshëm, por do doja shumë që i gjithë debati, i gjithë fokusi, të mos merret me ansorat, të merret me thelbin. Ky universitet i duhet Shqipërisë, ky universitet i duhet ekonomisë shqiptare, ky staf që punon, sidomos studentët, prindrit, duhet të jetësohen, sepse jam shumë i sigurt që në shtator ne do shkojmë një ofertë të re akademike
jam shumë i sigurt që shumica e gjithë stafit është e përkushtuar dhe shpresoj shumë që personat që janë tani nën hetim të gjejnë të gjitha energjit. Unë i mirë kuptoj shumë, i mirë kuptoj sepse është shqetësim i madh, por shpresoj shumë që çdo gjë të shkojnë në vendin e vet, të pastrohet, çdo njeri të pastroj imazhin, pastroj personin e vet, dhe jam shumë besim plot në këtë. Drejtësia të bëj punën e vet, i gatshëm për të siguruar çdo lloj informacioni. Kemi qenë të gatshëm, jemi të gatshëm, nuk komentoj asnjë lloj vendimarrje të tyre dhe shpresoj shumë që sa më shpejt ky proces të mbarojë në të mirën tonë përbashkë. Edhe një herë faleminderit, unë kaq kisha, nuk e di nëse arrit t'i them të gjitha, sepse sigurisht nuk është që lehtë pas një situate të tillë jo shumë të këndshme që ndodh në një institucion të arsimit të lartë. Por thirrja e fundit është e tillë që të mos dalë asgjë nga konteksti, të qëndrojmë tek thelbi, tek reforma që ky universitet ka nisur, tek nevoja që ky universitet ka për mirëkuptim, për mbështetje dhe për çdo gjë tjetër të mundshme. Kështu që faleminderit edhe një herë. Faleminderit rektor, mbase është e nevojshme